Të nderuar televizikues me mbrëma. Majoranca, një forcë e ditur, nuk i dha SPAK-ut dritën jeshile për ndalimin, arrestimin e Belinda Ballokut. Opozita protestoi brenda dhe jashtë sallës. Ja, të ndjekin çfarë ndodhi ditën e sotme. Mirdita hapim seancën plenare. Projekt vendimi për dhënë autorizimin nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zvendësimit të masës së sigurimit. Në këtë moment e hetimit, ku pozita dhe nevoja e sigurimit është rënduar për shkak të hetimeve për 11 fakte penale që janë dëshmi e rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandeurit, organi i prokurorisë vlerëson të papërshtatshme masat e tjera të sigurimit për personal përveç masave të sigurimit, arrest në burg apo arrest në shtëpi. Ne 5 anëtarët rekomandojmë të votohet pro për miratimin e kërkesës për heqjen e imunitetit për deputeten Belinda Ballokut. Kemi arritur në përfundimin se kërkesa e prokurorisë posaçme lidhet me zëvendësimin e një mase sigurimi ekzistuese që është respektuar plotësisht nga deputetja Belinda Balloku. I sugjerojmë sot këtij kuvendi rrëzimin e kërkesës prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vjojmë merrjen e ditës. Pika 4. Projekt ligji për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Metrit të ushtuar në Paris. Kërkoj kalimin votim në pamundësi për të zhvilluar diskutimet. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes imunitetit, por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes në varrin e tij do t'i vendoset hajdut. Pra, si që ndoqët, kjo ishte një sinkron që ne kishim përgatitur të nderuar televizikues për çka ndodhi në parlament për imunitetin e zonjës Balloku. Për diskutuar për ngjarjen e sotme, unë kam në studio pres Zogaj, faleminderit zoti Zogaj, Ardit Bito, deputeti i Partisë Socialiste, faleminderit, Besnik Muçi, avokat, faleminderit avokat, dhe Andi Bushati. Tani, do t'jemi të përpikemi të jemi sa më konciz dhe dinamik që të mos na marrë, s'kemi më shumë se si thua, 1 orë e 5 minuta kohë. Pra, si që thamë, pas votimit të sotëm në parlament, Belinda Balloku nuk mund të dalohet, nuk mund të arrestohet. Zoti avokat, mund na spjegoni në mënyrë sa më të thjeshtë çfarë statusi ka ajo sot? Si mund të përgjigjet SPAK pas këtij vendimi të majorancës? Si mund të përgjigjet në një mendim që këtë gjë, se ata duhet përgjigjen ata? Shiko, zonja Balloku ka statusin që ka pasur deri ditën e sotme, pra statusin e të pandeurës në përshëndim penal të prokurorisë të posaçme për 2 fakte penale dhe statusin e personit në hetim për disa fakte të tjera, nuk e di 7 ose 8 sa janë disa fakte të tjera, që është person e hetim pra është duke hetuar për këto fakte të tjera, por ende s'ka marrë statusin e personit në hetim. Dhe me shduket për këto fakte të tjera, prokuroria ka kërkoi gjykatë, parlamentit heqje imunitetit me qëllim për të marrë masë më të rëndë sigurimi se masat e caktuara që në muajin shtator ose tetor, që masat e para. Tash çfarë veprime mund të kryej prokuroria? Nëse prokuroria e posaçme njëherë sipas detyrës kushtetuese që do vazhdojë hetimin, zbardhjen e fakteve që është duke hetuar, jam i sigurt, natyrisht do zbardhë çdo fakt dhe do individualizojë përgjegjësinë penale të gjithë personave që janë duke hetuar në këto, se janë shumë persone të hetuar në këto çështje penale, fakti që janë duke hetuar 8 ose 9, nuk e di, procedura të veçanta prokurimi që përbëjnë fakte të veçanta penale, më bën që të dyshoj që mund të shkojë edhe drejt akuzave të rënda që kanë të bëjnë dhe me krimin organizuar, pasi duke që jemi para një forme të posaçme bashkëpunimi, se nëse kemi bashkëpunim në kryerjen e disa veprave penale,
të disa personave nuk ka me bashkëpunim të thjesht, por është bashkëpunim ligji parashikon format e posaçme të bashkëpunimit. Dhe më pas nga kushtetuesit e përshëndetuara nuk mund të pengohet që të paraqiti përsëri kërkesë kuvendit nëse konstaton fakte të reja penale dhe konstaton akuzat e reja më të rënda në ngarkim të zonës Ballukut dhe të vazhdoj hetim po të paraqiti kërkesë të përheqjen e imunitetit. Por më lejoni ndoshta për të sqaruar pak se 2-3 gjëra të vogla lidhur me atë çka u zhvillua nga vështrimi im juridik, atë çka u zhvillua sot në parlament, nga pamja politike, por nga pamja juridike, të them 2-3 fjalë për raportin. Kemi në zhvillim të. Kjo ishte pyetja e parë sa për të hyrë në bisedë. Pastaj në zhvillim ne do të themi këto gjëra. Unë kam një gjë tjetër të avokat, unë të konsideroj ty domethënë si një përblerje si avokat, si jurist, gjitha. Dhe kam një pyetje që të sqaroj veten më shumë, po dhe duke sqaruar veten edhe shikuesin. Ne kemi të bëjmë me një dosje 16.000 faqe. Çfarë do të thënë kjo se nuk e kuptoj. 16.000 është sa letërsia greke, them unë se unë kam mbaruar gjuhën e letërsi. Shumë janë. Letërsia greke plus gjysma e letërsisë romake. Ti më diresh të gjithë këto vetë 16.000 faqe. Çfarë do të thënë kjo? Kupton një? Të 16.000 faqe në fakt është një fashikull ose një dosje penale goxha voluminoze, i takon të jetë ne zakonisht bëni fashikull nga 500 faqe. Po. Dhe i takon të jenë 16 32 fashikuj. 32 fashikuj një bibliotekë. 32 fashikuj, po thuaj se nga 500 faqe, është dosje voluminoze. Tani, unë nuk jam në gjendje ta vlerësoj pse duhet ishin dërguar gjitha këto në kuvend, ose a duheshin dërguar, sepse ka qenë vlerësim të Gazi me gjithë pasionin që ka, Gazi Barri. Unë ke lexuar këto 32 faqe. Besoj se do të lexoj gjithë këto. Pa diskutim. Mendoj unë, no? Po në kuvend ta. Kamori nuk t'i hap fare. Këta edhe këshill, më falni se deputet as këshilltarë, besoj se kanë juridik mjaftueshëm për të lexuar, por vetë kanë pamundur. Është këshilltar juridik. Nuk është ky roli. Kur do? S'është ky roli, se kuvendi nuk thënë gjë. Ne, po këtë jo momentin e leximit, domethënë që por kjo është e lidhur me diçka tjetër. Se sot aty për shembull në raport unë pash vlerësim provash, analizë thollësishme provash, dhe që ta vlerësoj dhe analizoj, duhet i kishte lexuar me hollësi raporti. Nuk pash. Dhe kjo Kanë vështrimesh. Jo, është analizë hollësishme prova, jo, unë pash me analizë se një vendim gjykate, raporti ishte si një vendim gjykate. Dhe kjo, ndoshta kërkesa duhet ishte, mos ka qenë më sintetike me i qartë, nga pa me faktit e elementeve të provës që kishte, por në 16.000 faqe janë shumë. Besoj një pjesa më e madhe, në fakt, duhet jenë akte të parëndësishme, në shkuptim të parëndësishme. Janë dosje tendera. Mund të jenë kompani që kanë aplikuar me nga 200-300 faqe, 500 faqe, 10 kompani bëhen 5.000 faqe në një tender, fjala tjetër. Do të thënë letra mbledhur shumë letra. Letra, ato pjesa, po themi 7-8% atyre do t'jenë është një volum janë të parëndësishme nga pikpamja e faktit ose e provës. Me letërsi ka shkruar libra dhe ky trembet. Po ti thuash, për shembull, prej Zogaj, trembet shumë. Ndoshta strëmet më, pse Po dëgjoj 16.000 faqe? Jo, po e di, po për shembull jo, ama një shkrimtar e kupton sa e fillon një roman 500 faqe, nga 3-4 faqet e para e kupton që ja vlen ta shoqëri në fund ose jo. Ose kupton çka. Edhe një jurist, sa shikon fashikullin për mbajtje listën e dokumentave në fillim, e kupton, ky ja vlen ta lexosh apo mos ta lexosh. I bashkangjiten edhe dokumentet, jo vetëm sintezës. Kjo dokumentacionit janë akte të tenderave që edhe për ta bërë qartë për publikun, jo, edhe pak do kalojmë nga dokumentacioni që është i koptë. Ka edhe pak shkoi drejt kërkesës një masë ekstreme, pasi nuk u pezullua. Në fillim kërkoj pezullimin, pastaj masën ekstreme të arrestimit. A është e justifikueshme një masë, sipas jush, ekstreme arresti, kur s'pak mund të jetoj normalisht Balluku, e cila sot nuk mban ndonjë post ekzekutiv. Dhe tani, pra sot ai e kundërshtoi Rama sot, por është një kërkesë e egzageruar e SPAK-ut, apo Rama bllokoi drejtsinë? Është një pyetje $1 milion. E qartë, sepse ti je jurist dhe unë... Dakor, por që të pari ty do ta bëj këtë. Pa dash të shmangen përgjigjes, por që të jap një vlerësim, unë kam punuar prokuror në 10 vetë, 20 vetë. Jam shumë i qartë. Jap një vlerësim unë të kësaj natyre do të njoh shumë mirë, se është mendim profesional, do të shoh shumë mirë aktet e dosjes, por nga ajo çka kemi parë, pak mediatikisht, çfarë ka ndalë mediatikisht, mënyra se si është zhvilluar hetimi, si janë marrë pasat e sigurimit, çfarë dyshime ka për kryen e veprave të reja penale, çfarë dyshime ka për dëmtimin me provë, mundësi e largimit personit, ose rëndimi rrethanave të hetimit,
i fakteve penale nga hetimi i fakteve tjera, tregon që nevoja e një mase më të rëndë nga masa e pezullimit ose masa e detyrimit për të mos larguar ka qenë domosdoshme në vlerësimin tim, nga ato që kemi parë publikisht. Pastaj nëse do jetë arrest në burg ose arrest shtëpi, kjo është diskutim tjetër, por nevoja e një mase të tillë që të pengoj dëmtimin e provave ka qenë për munguar domosdoshme në rast konkret. Vetëm fakti që ka dyshime, jo s'ka dyshime, por ka prova konkrete që po intimitohen dëshmitarët, kaq do mjaftonte që një person i hetim për këtë vepër penale duhet merrë një masë e tillë që të ndalonte veprimin e dëmtimit të provave. Dhe kjo ka qenë justifikimi kryesor i prokurorisë në kërkesën që ka bërë për heqjen e imunitetit dhe me qëllim për të marrë një masë sigurimi të rëndë. Plus, një hetim i tillë, sepse kërkesa ka qenë edhe për dy veprime të tjera timore shumë të rëndësishme, që është kontrolli personal dhe kontrolli banesës. Nga mediat e kam dëgjuar që ka qenë për të gjitha. Ne po nuk kishte kërkesë. Mediat i kishte ka qenë të paktën. Pra, këto janë komplekse veprime, dhe gjitha këto veprime janë funksion të hetimit. Pra, me dy fjalë avokat? Ka qenë justifikuar për mua. Me aq sa mediatikisht kemi përgjigjem I justifikuar kërkesa për ndryshimin e madh, për masë më të rëndë se masa e pezullimit dhe në një kuadër më të përgjithshëm, që edhe gjykata e lartë, po edhe shumë bilete shumë të huaj kanë filluar të thonë tani që shumë arrestime dhe mbushje burgjesh me para të burgosur. Kjo është një temë tjetër të shqip. Po jo, po aty jemi. Jo. Jo, po sepse interesi, ja pse, se socialistët tani janë të interesuar, mo. Jo, po dhe duhet avokat, jemi të hapur. Nuk ju krisë shumë pse është arrestuar Ilir Meta. Pse thot tani, pse s'kjo mua bet tani? Jo, ty dakord, ti ashtu do të thuash. Sa nuk kanë hallë për Sali Berishën, për Ilir Metën, ata kanë hallë kur bien për vete. Bien keq për vete, ngrihen tani. Jo, po debati është për drejtësi. Po qytetarët e zakonshëm. Qytetarët e zakonshëm. Qytetarët e zakonshëm. Është e vërtetë. Sepse një minutë, s'është e vërtetë, dakord. Është shumë e vërtetë, sepse ne nuk kemi pas problem 2019-ën. Problemin e mbipollimit të burgjeve dhe sidomos raportin para burgosur dënuar. Nuk e kemi pasur në të shkallë 60 me 40, sa ka vaj 76 sa. 60 me 40 sot aktualisht. Ka qenë 25-30%. Nuk ka qenë asnjëherë më shumë se 30% raportit të para burgosurve me dënuarit. 30-35% në kohë që 25% është mesatarja e vendeve Bashkimit Evropian në informacionin tim. Kurse sot po vjen 67%. Okej. Avokat, unë e kuptova opinionin tënd. Se tregon që ka qenë mbi 40% gjithmonë. Urdhë? Këshilli i Evropës thotë që ka qenë mbi 40% gjithmonë. Po marr atë statistikë se si ka marr nga drejtoria e burgjeve. Po sot është 60 sa. Po është skandaloze. Po pse është skandaloze? Se pikërisht në këtë. Po çuna, dëgjoni më shikoni mua. Kush është shkaku? Do të analizuar shkaku një herë. Politika penale në këtë vend, jo, një mentalitet s'është politika penale, i prokurorëve dhe gjykatëve. Nuk është politika penale, është presioni i ekzekutivit mbi gjyqësorin për të zbatuar masën e sigurimit të tilla. Po pse? Ku vjen ky presion? Si zbatohet ky presion? Ka qenë një ministër i brendshëm para ca kohësh që kërkonte informacion policëve të qyteteve që çfarë masë sigurimi vendosin gjykata. Arrestonte policia. Po shumë mirë. Edhe policia ju kërkonte, gjykatat vendosin. Dhe kjo është një politikë penale e vijueshme. Po nëse ti intimon mirë të tillë gjyqësor. Okej, pa hyrë, prit, do hym në replike, por tani zoti Bide, maggioranza në krye Edi Ramën kanë patur si kartë të fortë mbështetje ndaj drejtësisë. Po. Domethënë, ditë natë ju dini dhe thoshin drejtësia. Dhe ne kemi krijuar biletat. Megjithëse këtu mblodhen 140 veta fushat. Ka gjithmonë një lokomotiv. Po lokomotiv ka, po pa vagona lokomotiva është kot. Vagonat cilat... Tani po ju zem se jeni lokomotiv ju, po po s'patët vagon nuk mbaron filmi. Tani, do me thënë kartën më të fortë e keni patur këtë mbështetjen ndaj drejtësisë. Sot kemi parë që me votë dolët kundër një kërkese të pak. Sigurisht, ky është vendimi i Ramës dhe ju të gjithë të ngrini kartonat, por besoj që keni dhe argumenta pse dolët kundër drejtësisë. Thuan na interpretove një herë tani. Në këtë format, po ta them në të Jo, këtë mënyrë kam unë se të. Unë personalisht jam sot kam votuar në formën më komode të mundshme dhe nëse nuk do të ishte ky lloj vendimi politik i grupit, do të isha tërësisht jo komod. Sepse nuk dua të shkoj shumë më herë, dua të shkoj në tetor, kur institucionet e drejtësisë raportuan në kuvent, që unë dhe disa kolegë tjetër të Partisë Socialiste jemi çuar në foltore pa pasur një çështje të nxehtë, çështje ballukin, çështje çfarëdo lloj politike nxehtë, dhe kemi ngritur ndër të tjera problematikën e mentalitetit të sistemit tonë të drejtësisë, që vjen nga periudha e komunizmit dhe ende nuk është zvanitur, i inflacionit të maramendës, të arrestimit me burg,
si mas jo ekstreme, po si mas e parë. Dhe pa tjetër në tetor që i ishim disa, po e theksoj dhe njerë kolegë, pa tjetër në tetor ti nuk bërë ndonjë emision, as një televizion së bërë ndonjë emision, sepse ne në vendin tonë, çështje cilat janë parimore, që ama formësojnë mënyrën se si ne jetojmë në këtë vend dhe se si do rrisim fëmijët tanë në këtë vend, pra se sa e respektojmë në këtë vend të drejtat e njeriut, si që është mosmarrje masave masive arrest me burg si buke djath, pa pasur arsyetimin e nevojshëm. Po ju e mbronit Kjo këtë si çështje gjën më të rëndësishme që ka ndodhur në Shqipëri. Ja, po ta them. Po pra. Po ta them. Kur arrestoshin të tjerët, i merrin i futin aty. Në tetor nuk ju nuk reagonit të arrestuar. Në tetor ne ngritëm si çështje parimore. Ju si media nuk ju intereson. Ju intereson vetëm në momentin që preken një politikan sepse ktheni në cicmicin e politikës së ditës, jo është Balluku, jo PD-ja, jo reforma, jo Rama kundër, jo Rama pro. Në ndërkohë që kjo është një çështje thellësisht parimore, që siç e ngritëm ne në tetor, unë do isha shumë jo komod që sot që ishte një rast i një instrumenti kushtetues, unë të votoja ndryshe nga kundër. E kam ngritur dhe pa që në politik këtë si fenomen. E kam ngritur edhe ndaj Fredi Beleri, që dihet besoj publikisht që ka qenë një person që unë nuk kam shkuar shumë mirë me të. Pra, kjo është një çështje parimore që ne duhet na shqetësoj, sepse ku dal nga gjithçka tha zoti Muçi, pjesa e fundit unë dalë të rësisht kundër. Cili është problemi? Problemi nuk është në gërmë të kodit penal. Gërmë e kodit penal e parashikon që masa e arrestit me burg dhe masa e arrestit shtëpiak janë masa ekstreme dhe që duhet plotësohen një së shkon ditash në mënyrë që të shkojmë atje. Kurse është e përshtatshme as mes tjetër. Pikërisht. Çështje, pra nuk është çështje gërmës së kodit penal, nuk është çështje e frymës së debatit ton publik apo të çfarë na vjen nga Evropa, qoftë nga instrumentat e Këshillit të Evropës, qoftë nga vendime më i fundit gëllçi kundër Shqipërisë i gjykatës evropiane të Strasburgut, të drejtave njeriut, gjykatës Strasburgut pra, por është çështje e cila vjen prej një farë mentaliteti të prokurorëve dhe gjyqtarëve në vend, pra të sistemit të drejtësisë, të cilët kanë krijuar një politikë penale. Kur ka hyrë ky mentalitet? Kur ka hyrë? Për mua ka qenë të vijueshme. Unë kam thënë dhe më herët. Po nuk ka qenë shqetësim. Ka qenë në mënyrë të vijueshme. Ka qenë në mënyrë të vijueshme. Vendimet e masave gjithmonë janë shqetësim. E kemi variantin merre fund në burg dhe pastaj vijo. Jo, ka dy arsye. Ka dy arsye themelore. Ka një arsye që sot është sistemi bllokuar dhe hetimet dhe gjykimet zgjatin 2 fish, 3 fish se zgjatin para 5 vjetësh. Dhe duke zgjatë hetimet, duke zgjatë hetimet, rritet koha e paraburgimit, rriten numri persona e paraburgim. Po pse ka erdhur? Pra ti po më thua që sot me qenë se zgjasin hetimet tim ban në burg njerëz pa të drejtë, thjesht dhe vetëm. Po them ashtu. Po pse ka erdhur kjo? Pse ka erdhur? Se çfarë the edhe pak më parë. Sepse është reforma e famshme. Se ta them, vazhdojmë ta lëvdojmë akoma. Jo do ta themi. Se ta them pse jam komod, pse ta them pse jam komod. Reforma e sojnë të gjendje sistemin. Sepse ti më lejo, nuk e kam personale, po mentaliteti i sistemit të drejtësisë sot, merr një vepër penale e cila ka maksimumin 5 vjet, siç është shkelje barazës në tendera, më lere ta them. Kjo mundon kjo mentaliteti. Ku e nxjerr mentaliteti? Ku e nxjerr ti mentaliteti? Po do ta them për argumentin. Është një fjalë e përgjithshme. Them argumentin. Te faktet praktike. Tem tjetër sot. Te faktet praktike. E mbrojti me drejt apo pa drejt Rama Ballukun, se kjo është temë e përgjithshme e reformës. Merr një vepër penale siç është kjo me maksimumin 5 vjet dhe ti si një përfaqësues më lejo se vjen nga ajo fushë, jo në kuptimin personal. Të mbetemi këtu do të bushati si fillim dhe pastaj të kalojmë. Do dal atje, lutem. I sistemi. Po aty kemi si. Ku është një vepër penale e cila kërkon burg? Jo më zotri. Nuk ndodh në asnjë vend. Nuk ndodh në asnjë vend evropian. Jo, nuk ndodh në asnjë vend që respekton lirinë dhe drejtat e njeriu. Çdo vend ku pushtetet janë të pavarura. Nuk ndodh askund që lere këtë pjesë. Nuk ndodh askund që ti një njerëz të rinj, për shkak të shpejtësisë me makinë i merr edhe i çon arrest me burg. Se ka ndodhur kjo në Shqipëri. Dhe kjo është çështje mentaliteti. Kështu që unë të kthehem te pyetja tënde politike, do të isha shumë jo komod që në këtë rast unë të miratoja çfarë do lloj të jetë me përjashtim të votës kundër, me përjashtim nëse do të kishte si element të kërkesës kontrollin e banesës dhe kontroll vetjak, që nuk e kishte. Pse? Se kontrolli vetjak dhe kontrolli banesës është një pengim i hapur i drejtësisë nëse parlamenti e refuzon. Pra, në rastin konkret, drejtësia nuk ka kërkuar. Ka dyshime që dëmtojnë provat, s'është pengim. Drejtësia nuk është e vërtet kjo, sepse prova e paraqitur. Prokuroria dhe gjykata, po thamë se është e vërtet ajo. Jo. Në pushtet gjyqësore. Si avokat, sepse prova e paraqitur nga SPAK në rastin konkret është e njëjta që është paraqitur në GJKK për marrjen e masës pezullim nga detyra.
Dhe është gjë gjykuar. Ka një parim gjë gjykuar, apo jo? Është parim juridik gjë gjykuar. Pra me të njëjtën provë që ti ke kërkuar një masë më të vogël, tani na i nxjerr për të kërkuar një masë më të vogël. Po nuk rezulton, pra, nuk rezulton. Në rastin konkret, nëse do të kishte kërkesë për hetim të mëtejshëm, ti futi më avokat lutem. Por, një fjalë të fundit, Spaku ka mundësi rrjedhimi. Se është çështje, se Spaku ka mundësinë që të hetojë deri në fund, të çojë në gjykat, të kërkojë dënimin, GKK-ja të vendosin në mënyrë të pavarur dënohet apo jo, është e fajshme apo jo, pa nevojën e çfarë do lloj autorizimi nga kuvendi për të kryer ka detyrimin të marrë masa sigurimit. Masa e sigurimin të arrest me burg, do të kundër Shqipërisë dhe gjithë rastet e tjera. Dhe kjo gjë unë pres nga ju që të jeni bashkë me mua, siç kam qenë në tetor dhe pres nga media që të jenë ta kthejnë këtë çështje, si është çështje për Shqipërinë dhe çështje për Shqipërinë janë më të rëndësishme se çështja e çështja gëllçi. Jo, po të mbarojnë ta se kanë debat komplet tjetër nga avokat lutem. Duket mua. Thjesht pyetja që bëra unë Bushat është krejt ndryshe nga çka ndodhur deri tani, ku ka marrë flamurin partia maggioranza për Spakun e gjithë, bëri të kundërtën. Ngrit kartonat pse dolu të kundër drejtësisë, e kështë pyetja që bëra unë. Ti tani çfarë ke për këtë? Rastin konkret se në tani ky është lajmi i parë i ditës sot. Po. Pra ne kemi kaluar nga një qëndrimi Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, që çdo imunitet që të na vijë ne do ta japim, në një qëndrim që e gjykojmë ne e japim as se japim. Dhe në këtë kuptim për mua kjo është përplasja e parë reale midis se unë s'tem më Partisë Socialiste se ato skalionet e Ramës janë, pra midis Edi Ramës edhe Spakut. E para. E dyta që do thosha, kjo është nga përplasjet e ralla, Rama ka qenë deri diku i përgëdhelur i perëndimit i europianëve e tjerë. Sot i pam gjithë reagimet. Ky është lajmi i dytë, që do me thënë, unë jam bashkohem me shumë nga vrejtjet e Ramës për Spakun, pavarësisht se Rama i thot tani. Spaku është represiv, Spaku të burgos kot, Spaku përdoret si mash pa prova, Spaku i denigron njerëzit para se t'i siguroj gjykime tjere tjere. Po, këto i kemi thënë janë debate të përhershme. Problemi është që ndërkombëtarët kanë vendosur, kjo Spaku është histori suksesi dhe këtu kjo e ka vënë Ramën përballë me europianët, le të themi, sepse Amerika Jo, kam pyetje këtë. Kam dhe sinkronin. Atëre, pse ndodh kjo dhe në çfarë gjendje jemi? Dje Edi Rama në kryesit Partisë Socialiste i është drejtuar atyre derdimenve atje, kush ndel kundër unë e sakatoj. Këtu mos gjykon. Se kam që vetë në grupë, nuk është përdorur kjo. Jo në grupë, në kryesi. E kupton? Dhe ka pas gjithmonë një gjutë, nesër nuk du asnjëri kundra. Ka guxu Elisa e shkret flasi, ik moj ti thot se ti e një null, unë të bëj ministre, unë të shkarkoj dhe si hap llogari asnjërit. Pra ka pas një nervozizëm që Ramës i duheshin këto vota. Dhe mendoj unë që kjo është gjëja që mund t'ja vlej të diskutojmë. A ka thyerje midis Ramës dhe Spakut? A ka element tjerë që janë futur në mes dhe kanë ndryshuar lojën? Pyetje retorike janë këto. Po pra, po që ja vlen që ta diskutojmë. Për mua ka një thyerje. Pse ka ardhur kjo thyerje, kush është futur në mes? A kemi një Spak të drejtë sot? Se thash, unë kur e dëgjova Rama të fliste në grup parlamentar, për ato paraburgimet Rama ka drejtë. Pavarësisht se mund të ketë pas dhe vetë. Përgjegjësi për para kur thoshte burg e të tjerë. Për prezumimin e pafajësisë ka drejtë. Edhe për faktin që një njeri që akuzohet për pabarazin tendera të paraburgoset dhe të ri 1 vit e gjysmë në burg sa t'i vi gjykimi, edhe këtë ka drejtë. Por ama ne, ky Spak shu ka vepruar me gjithë. Pra, dhe kjo na risjell ke pyetja, pse nuk është merakos Partia Socialiste dhe Edi Rama kur ky Spak ishte po kaq represiv me gjithë dynjan? Kjo na bën të vim prap, kthemi ke pyetja, çfarë ka ndodhur që janë thyer? Bushati do në rastin konkret që të shohë një ndryshim qëndrimi nga e japim në japim se japim. Nuk e shoh kështu.
Është japur. Po nuk e shoh kështu. Dakor. Sepse nëse merret për analogji Rasti Berisha nuk është analogji. Pra, dy raste ka pasur merret. Është Rasti Berisha, që s'merret dot për analogji se ka qenë një mosbatim vendimi gjykate që ka automatikisht Rasti Erben Ahmeti? Po pra, ka automatikisht masën vijuese, pra Rasti Berisha është jashtë kësaj llogarie. Se automatikisht. Po në çastin që ti nuk zbaton një vendim gjykate, patjetër do të kenë një masë të mëtejshëm. Rasti gjykata kushtetuese konsiderohet të pa shkelet kushtetues, shkelet drejt njeriut. Është rasti i provuar tash. Sepse gjykata kushtetuese mori për bazë, më fal, vendosi mbi masën e parë të sigurisë. Proporcionalitetin e masës. Po pra, po jo, po nuk mori gjykata kushtetuese. Madje rrethanat janë shumë më të lehtësuar në rastin Berisha. Janë shumë të lehtësuar në rastin Berisha. Se në rastin Balluku. Por nëse më bëjmë në konsiderat, kryetarit të grupit parlamentar të partisë tuaj ka qenë çdo gjë që na sjell spaku, e zeza apo e bardh, për majtas apo djathtas, ne japim visto. Këtu është thyerja dhe ndryshimi. Për saktësi. Madje gjykata kushtetuese. Pra, nuk ka thënë të shqyrtojmë rast pas rast. Paraqitet, pavarësisht se kjo është një thyerje evidente. Nuk larguar argumentoj. Për saktësi. Në rastin konkret kemi dëmtime time sipas akuzës. Gjykata kushtetuese. E vërtet ose jo pastaj? Për saktësi, në rastin Berisha, gjykata kushtetuese ka marrë vendim për herë të parë për masën e sigurisë së parë, që ka qenë detyrim paraqitje dhe heqje pasaportës. Dhe më vonë ka qenë umor masa e Resmeburg. Pra, këtu kemi mos zbatim të vendimit të parë, i cili pasi ra ai patjetër që do të kishte vendimarrje të mëtejshme. Justifikohet masa arrest për të shkak? Pra, si prokuror ty në çastin që një dikush, që ti dikush nëse të dyja kërkesat, nëse do i vlerësojmë dyja kërkesat, pa diskutim ka ndodhur. Nëse i vlerësojmë dyja kërkesat, nga i pamja e rëndësisë së fakteve penale dhe rrethana procedurale, e dyta është shumë e rëndë se e para. Sepse ka një fakt, sipas akuzës gjithmonë, unë prezumohet të provuar që po prishen hetimet, po vazhdon veprimtaria kriminale. Thot akuza gjithmonë, gjithmonë ato i thot. Pra po thotë, vazhdon aktiviteti kriminal. Kemi çiktë prezumimi pa fajësisë, sepse jemi në masë sigurimit se unë u fol për recidivizëm kur s'ka vendim akoma. Jo është. Unë po flas ato fakte penale, ato fakte publike. Po qëndroj pak në rastin Berisha, po e theksoj edhe një herë. Ne kemi pasur një vendim të gjykatës kushtetuese, vetëm pasi ka rënë vendimi i parë i GKK-s mbi masën e parë ndaj zotit Berisha. Kështu që të rikthehemi në kohë dhe të revizionojmë qëndrimin e kuvendit, qëndrimi i kuvendit ka qenë dhe duhet dhe unë do të votoja në çdo rast që kemi mos zbatim të vendimit të një gjykate nga ana e një deputeti, patjetër që ka mas vijuese sigurie dhe do një autorizim. Shoqërore është minimale krahasuar me këtë. Sikurse mas më rezulton se korrupsioni është akuzuar rastin e parë. Nëse s'të kujtohet, nëse s'të kujtohet. Për faktin e mosbatimit të masës. Kurse ka dhe raste të tjera. Pra rast tjetër do të ishte futëm diskutime juridike. Po kthehemi nga debati politik në debatin juridik. S'jam jo, me që prandaj do të ishte edhe rast tjetër. Pra rast nëse ti je shmangur drejtësisë, patjetër që është automatike dhënia e autorizimit. Nga këto dy momente, në gjykimin e rasteve të tjera, atëherë ne duhet kemi një rezervë. Pse? Sepse kjo automatizmi që ne kërkojmë nga parlamenti për të dhënë autorizimi për arrest me burg, arrest shtëpien, çdo rast që vjen kërkesa nga SPAK, do të thotë që ne duhet të kërkojmë nga ana e parlamentit të ndryshojë kushtetutën dhe ta heqë tërësisht. Parlamenti merr vendime politike, nuk ka vendime automatike. Parlamenti merr vendime. Gjykata kushtetuese në rastin Balluku? Ta lexoj një paragraf? Ma lejon? Rastin Balluku? Imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka arsye për dyshuar se akuzat janë motivuar politikisht dhe paprekshmëria e tij duhet zbatohet vetëm në rastet kur ka arsye të dyshuar se nika penale ka element partijako politik. Faqe 26 vendimit të fundit gjykatës kushtetuese. Thotë gjykata kushtetuese. Salemati, se duhet të interpretojmë çik çfarë është vendimi politik. Tani unë flas Parlamenti, patjetër. Pra është vetëm imunitet procedural, jo imunitet material. Imuniteti në 73 paragrafi 2. Parlamenti ndërmerr. Çdo gjykata kushtetuese do ti s'do ti. Vendimarrja e parlamentit është vendimarrje politike në çdo rrethant. Prandaj ne ose do të kërkojmë nga parlamenti që të hiqet imuniteti, që të hiqet imuniteti, po t'ja lëm gjykatës kushtetuese të gjykojnë nëse është politike ose jo. Unë them kjo do ishte më e mira, edhe në këtë rast. Për mua do të ishte më e mira të shkonte gjykata kushtetuese. Nuk është vendimarrje juridike, është politike. Nëse në këtë rast është kushtetuese procedurale apo politike. Vendimarrja e parlamentit është vendimarrje politike. Kjo është parim bazë demokracie. Thotë gjykata kushtetuese. Parim bazë demokracie. Nëse ti do të japësh interpretim juridik vendimit parlamentit, jo si japun.
Unë lexova çfarë thotë gjëra shëtuese për Parlamenti ka vendimarrje politike. Është parim bazi i demokracisë dhe demokracia shumë e rëndësishme se gjithë debatet. Politike, po jo për të penguar drejtësinë. Vendimarrje politike ka parlamenti në çdo rast. Çdo rast. Dhe rastin konkret, ose do të kërkosh, dhe hajde ngrinim debatin publik, që të kërkosh. 1 minutë tani, të futim dhe zotin Zogaj. Po lërë më ta them tani. Po jo, po le se të vetëm ti po flet me se përfitojnë dhe pak nga temperatura, ti? Ju dorni të temperaturë. Po lërë për ta marrë. Ju dorni temperaturë të lartë si parti. Argumenti ka më shumë rëndësi. Ju i keni temperaturat se koha. Argumenti ka më shumë se koha. Tani. Ose do të kërkojmë dhe ajta kërkojmë ta ngrëm debat publik që parlamenti ta ishte fare autorizimin dhe ta vendosë gjykata kushtetuese nëse duhet ose jo i deputeti në rastin konkret hetohet jo më parlamenti, ose do të pranojmë që parlamenti ka është vendimarrje parlamenti dhe rrjedhimisht të lutem, është vendimarrje parlamenti dhe rrjedhimisht është politike, që do të thotë e rast pas rastshme. Dhe e rast pas rastshme është çështje pastaj e moralit politik. Në pikën e moralit politik. Mbrojtja politike pas zoti Zogaj po them. Pikërisht pra, në pikën e moralit politik, unë gjykoj se ne nuk kemi pasur rast të dytë. Sepse rasti zotit Ahmetaj... Ska pas asnjëherë dëtim provash nga ministrat, e kupton. Rasti zotit Ahmetaj, unë kam një rezervë, sepse zoti Ahmetaj me një riku. Pra, ka pasur dhe informacion paraprak që do t'ikte, kemi diskutuar dhe në studiat së kohë, keni diskutuar... Po Ilir Meta nuk i kupshë. Nuk besoj se rasti zotit Meta është rasti drejt. Ares me bërë ndajti, sikur se s'mendoj që është rasti drejt ndaj shumë të tjerëve në këtë vend. Pra, ndaj zotit Ahmetaj. 2 raste që kanë ardhur në parlament, pra, njëri është qartazi dhe një autorizimi, tjetri kam këtë lloj rezerve, rasti tret është rasti zonjës Balluku, që ose do të eci me iden korporativiste juridike, që çdo gjë në këtë vend është Ne është dukur korporativizmi në reformë drejtësi. Se shoh. Reformë drejtësi është dukur korporativizmi pra. Se shoh. Tani, po tani është tentuar e ndryshuam sistemin për të zhdukur korporativizmin, një nga qendrat kryesore. Tani dalim prapë. Tani themi ka korporativizmi. Duhet shohim çik të kujdesshëm te korporativizmi. Që dhe vendimarrja ku vendi na qen ka vendimarrje juridike që është antidemokratike. Jo stashun, është thotë gjëra antidemokratike. Po e ka thënë gjykata kushtetuese që unë s'kam këtë interpretim, është thellësisht antidemokratike që themi që parlamenti... Zotin Pres, ta futim pak në bisedë të lutem, se duke sigur e kemi thirrë për të dëgjuar. Se ka demokracia dhe parime më shumë se sa këto debatet... Zoti Zogaj, ja, me gjithë përplasje që ka tani këtu, ti ç'mendon Preç? Shiko, unë do, se paralajmëroj dhe avokati, unë mund të flasë për pasojat politike këtij vendimit. Realisht është vendim politik, parlamenti merr vendim politik. Pasojat politike janë 3 nga ky vendim i sot. Pasoja parë është mesazhi që Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama i japin SPAK-ut dhe drejtësisë, mesazhi i cili mund të formulohet në këtë formë. Për sa varet nga ne në lidhje me heqjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë apo të deputetëve të Partisë Socialiste, nuk na keni më në krah, por na keni përballë. Në vetvete ky mesazh për mua nuk është shumë problem, të them vërtetën. Problem ka qenë kur drejtësia i qëndronte me thundër mbi kokë, ekzekutivi i qëndronte me thundër mbi kokë drejtësisë, pra kur drejtësia ishte e varur në nënqizmin e ekzekutivit. Që dalë drejtësia përballë ekzekutivit apo anasjetas ekzekutivit qëndroi përballë drejtësisë, për mua është një fakt normal i dialektikës që ka zhvillimi demokratik. SPAK-u, zoti Ylli, ka qenë i përgatitur për këtë përballje, sikurse kryeministri hodhi alarmin e Republikës Prokurorëve e deri tek fjalimet e fundit që u kujton rrogat në një gjuhë përçmuese që paguan sa frengu pulën, a thua se i paguan, ato janë taksa e paguesve shqiptar, paguan baz ligjit, sa lek i nxjerrin dhe vetë, jo pak, bile shumë, nga sekuestrimi e aseteve të botës kriminale. Duhet të them që SPAK-u tani është i vetëdijshëm se ekzekutivin e ka përballë dhe mendoj se është i përgatitur për këtë sfidë, për këtë përballje dhe nuk do të sugjestionohet as pak, do vazhdoj punën, do vazhdoj hetimin me profesionalizëm, me përkushtim, me vetdije për misionin që kanë, mision historik për vendosur ndeshkushmërinë në Shqipërinë, ku për 25 vjet ka sunduar pa ndeshkushmëria. Ky është mesazhi i parë. Pra tani qartazi, pa ekuivoke, pa maska, etj, pa shtirje,
Palët janë përballë. E para. E dyta, Më falë për ndërprerje, po është keq kjo? jo, thash, keq ka qenë. Ndërhyn te njëra tjetra, se janë Keq ka përballë. qenë kur... Parë po përballë duhet jenë pushtetet. Dakor, po unë po them pastaj, keq ka qenë kur drejtësia e kishte qeveria në thundër. Tani që e ka përballë nuk është keq për mua. Është mirë bile se motivon më shumë. Kjo është pasoja e parë pozitive. Pasoja e dytë është një gjuhë e përdorur jo vetëm sot, por edhe në gjithë të diskutime që janë bërë edhe brenda Partisë Socialiste, në grupin parlamentar të Partisë Socialiste që para përgatiten këtë zhvillim, në cilën si leve Arkimedit, zotë Julli, leve Arkimedit për sa i përket vendimit që po I kërkon levë në kondicionerit. Ti e ke levë Arkimedit. Pra pasoja dytë, ka të bëj me një gjuhë, një investim në retorikë, si që quaj unë, që përbënd edhe leven Arkimedit për vendimin që mori grupi Partisë Socialiste, për te fjalëve, referencave pa fund, që në kërkesën e Spakut dhe në hetimet e Spakut nuk ka vepër penale për korrupsion, por ka për shpërdorim detyre dhe për prishje të barazisë në tender. I kanë mshuar Vetëm prishje barazisë. sa gjë. Për prishje të barazisë në tender. Tani këtu probleme kjo krijon një keqkuptim shumë të madh, sepse në një farë mënyrë, shoqëruar pastaj me gjithë gjuhën e përçmuese për institucionet drejtësisë e tjera, kjo përkthehet si një kushtrim. Se përçmuese. Po se ke plot Ata stacionit trenit. Stacioni është plot me përçmim. Po ti zgjedhë gjithë epitetet e Ose Ramës. paguajmë sa frengu, ku ka kryeministër në botë që përdor këtë gjuhë? Askush, nuk mund të imagjinohet. Por ju thoni ju, që them ju, këtu është, si thua, është pranuar që kjo është gjuha e Ramës, kjo është stili i Ramës. Po unë e marr si i kryeministit, nuk e marr si stilin e Ramës. Jo, nuk ka frikë. Kjo është një gjuhë. Relativizimi i veprës penale, zotë Ylli, sikur kjo s'është në një gjë, në një farë mënyre është si një kushtrim për administratën, për malavitën në përgjithësi në Shqipëri, që t'i bien me top, sepse këto nuk janë vepë. Atëherë unë bëj një pyetje. Jo, të lutem, nuk është kështu. E thash dhe unë. Prit, marroj zotëri se mos ndërhyr kudo, por të marroj mje, mos ndërhyr asnjëherë. Është kështu kur ti relativizon një vepër që thu këtu s'ka dhe për këtë arsye ne s'ja heqim. Sepse prishja e barazisë në tendra në fund të herës për publikun, nuk e kam për juve, korrupsioni si realizohet? Prishja e barazisë në tendra, pse bëhet? Nuk është vepër pasion. Jo, bëhet për sytë e bukur ndonjërit apo për të marrë pjesën tek atij që i jepet padrejtisht duke eliminuar të tjerët. Pra, është vetë një investim në retorikë, them unë, në tërësi gjithë toni fjalimeve, toni qëndrimeve, shto këtu edhe atë që tha avokati pak më parë, që sot pak a shumë parlamenti ka bërë një lloj gjykimi dhe është prezentuar, dhe me thënë, në limite është si një gjykate e shkallës 5, në që është e palejueshme. Nga kjo pikpamje, kjo është pasoja 2. Pasoja e tretë, dhe mbyll me pasojën e tretë, ka të bëjmë me si reflektohet ky vendim i sotëm tek partnerët ndërkombëtar, sidomos tek vendet e Bashkimit Evropian, ku ne synojmë bëhemi pjesë. Kemi parë që sot deklarata nga Gjermania, nga Britania e Madhe, nga Komisioni Evropian, të shqetësuar, në qoftë Rama i ka dalë zot, në qoftë i del kjo lojë, po e them unë tani, unë mendoj se për integrimin, ta kam thënë gjithmonë, do sillemi gjithmonë si qeveri, gjithë. Në qoftë se Ramës i del kjo lojë, që ta kaloj këtë gjë pa kosto për integrimin, unë do i them bravo të qoftë. Ama në qoftë se kjo ka kosto dhe Shqipëria vendos shkëmbej një imunitet me një aspirat, atëherë përgjegjësia bie mbi Ramën dhe me gjithë ata që kanë votuar deri sy mbyllur një pjesë prej tyre. Këto janë tre pasoje politike. Atëherë, po, të hymë në një moment që hapi zoti Zogaj. Do me thënë qoftë thot se
ja kalon Zoti Rama këtë moment. Që se s'ka kosto, s'kemi që themi. S'kemi që themi. Dhe për këte, por ne të shkojmë të fillojmë të lexojmë nëse pati ndonjë copë kosto, përpjekje për kosto apo jo. Ja sinkronin dy ta ndjekim, të hyjmë këtu, të hyjmë këtu. Po jo të hyjmë këtu. Deklaratat e ambasadës britanike dhe gjermane dhe përgjigjja e Ramës. Sinkron, të lutem. Ambasada britanike thekson rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë gjyqësore dhe një progresin e Shqipërisë në reformën gjyqësore që nga viti 2016 përfshir krimin e spakut. Imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Lidhur me vendimin e sotëm të parlamentit shqiptar rreth heqjes së imunitetit, ambasada gjermane deklaron: Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me dëshirën e shqiptarëve. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces. Përshëndes deklaratat e ambasadave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë me parimet e shprehura në të cilat jemi të gjithë shumë dakord, 100%. Por duke qenë se që të dyja dolën sot kur kuvendi me plot të drejtë refuzoi heqjen e lirisë së një deputeteje në mungesë të plot të kushteve për ta ndërmarrë një hap të tillë ekstrem dhe njëkohësisht duke qenë se shoqata e molotovarëve të Tiranës ka filluar të flasë edhe në emër të Gjermanisë, përfitoi nga rasti të theksoj: kjo shumicë qeverisëse e ka mendjen të ndarë dhe busullën e palëvizshme, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për spakun mbetet e palëkundur. Lufta reale kundër korrupsionit vazhdon, më këmbgulse se kurrë, siç e tregon qartë edhe pasqyra objektive e përgjithësuar e Komisionit Evropian. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet të vazhdojë, i patrazuar as nga pengimi, as nga ishtja e spakut prej faktorëve jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Shumica qeverisëse bëri sot pa asnjë diskutim ato që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë, jo për arrestin pa gjyq të një deputeti, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pa asnjë lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i bazuar në norma kushtetuese ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyer të mbyllura për prokurorin. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, po s'ka argumenta të mjaftueshëm për ta fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike, të cilat bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë. Ecim përpara. Shqipëria nuk ka plan B. Kjo është ndërhyrjes profecisë. Kjo është ndërhyrjes. Ju lutem ja se debati përjetësisht do mes temperaturave. Jo, nuk është punë e temperaturave tani, po është temperatura që krijoni dhe ju. Politika shqiptare ka krijuar të dy temperaturat siç i do qefi asaj. Tani dëgjuam deklaratën e ambasadës britanike dhe gjermane, që ne i konsideruam si të rëndësishme, por pati deklaratat e ambasadave të tjera. Tani, si shihni këto reagime dhe përgjigjen që u dha Rama? Bushat, ja, se ti ishe mirë, o burr. Jo të ambasadave të Ramës, ishe mirë këtë, të flet Bushati dhe ti... Edhe të ambasadave jam komod. Je dakord? Jam komod. Si mendon ti tani? Për mendimin tim të Ramës janë bërë deklarata kaq të forta vetëm kur prishim marrëveshjen e 5 qershorit 2021, nëse mbani mend. Atëherë ato për hir të vërtetës ai arriti me kohë i neutralizoi. Nuk e di do i neutralizoi dhe këto. Por deklaratat e sotme, mbasi Rama ka vendosur të kundërvihet spagut për ta ruajtur imunitetin e Belinda Ballukut janë të forta. Domethënë, Bashkimi Evropian thoshte natyrisht me gjuhë diplomatike, po duhet krijuar një mjedis që spaku të kryej punën e vet. Pra ju s'po e lini spakun të kryej punën e vet. Britania ishte edhe më e fortë. Imuniteti nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhëniet barabartë para ligjit.
deri se këtu ne pastaj bëhemi dhe vend qesharak. Deri ambasada suedis kishte reaguar për këtë punë. Po. Shumë rëndësishme. Lexova dhe unë shumë. Suedia pse s'ka reaguar në një Hollanda, Suedia, po bëhet si lojë, thonë gjithë nga gjë, po. Ishte interesante, në fakt. Do me thënë, çështja kjo ishte dhe po ta lidhesh me deklaratat. Suedia konte tani pushat se unë nuk i pash gjithë. Paka shumë ata i rakordojnë me njëri tjetër. Po ti shohësh kushte drejtësisë për të vepruar për të copy paste. Problemi është pse Suedia që s'ka fol kurrë për këtë punë. Malta këto jo. Do me thënë, kishte një lloj rakordimi. Dhe nuk ka dilem për asnjërin që do me thënë, midis drejtësisë dhe interesave që ka me Ballukun, Rama këtër ka zgjedh Ballukun. Në një farë mënyrë i ka thënë europianëve, ky spaku që ju doni është nga sot e tutje do bëj se që them unë. Po bëri se që them unë dhe tha Rama edhe në grup parlamentar. Në një farë mënyrë t'ia harroni që do merrni më heqje imuniteti për të burgosur njerëzit. Tani puna është, ç'mund të bëj spaku në këtë gjendje të re? Unë besoj që ata derdimente spaku s'kan dorë të bëjnë asgjë. Në qoftë se deri tani manipulonte Rama, në qoftë se gjen njëri ta kenë prapë mbrapa, që do përmes tyre të godasi Ramën, do vazhdojnë. Si do vazhdoj? Do vazhdoj prapë duke e çuar çështjen. Derdimenet. Po. Po Amerika këtu pret se me që ti edhe ishi komfort punë të Amerikës. S'kan bërë një dosje të saktë deri sot. Një dosje të saktë deri sot s'kan bërë. Kaq vjet sa kanë vazhduar. Dhe avokati rezervohet me... Shiko, e disa... Me një konsiderat... Dhe një frazë të mbaroj. Pra, në qoftë se ata që janë mbrapa, derdimenve të spakut, duan të vazhdojnë, do shohim pas një muaj, si që bën nga pezullim në arestim, do e kërkojnë prapë në parlament, gjasme me në i faktëri imunitet në Ballukut. Dhe kjo do jetë një procedur për ta tërhequr zvarë dhe mbajtur qeverin gjithmonë si qere mbas kuajve të tyre që ta zvarisin ti se je Ballukun, dhe ky të bëhet refreni kësaj qeverie. Presti Amerika tha gjë, përveç të ambasadave këtu se ti me që merresh me punë të Amerikës më shumë nga ne. Shiko tani, e thamë edhe pak më përpara. Gjermania do surprizoj, në qoftë se sot parlamenti do surprizojë në raport me paralajmërimet e veta, në qoftë se parlamenti do merrte vendim për heqjen e imunitetit. Gjermania ka rreth një muaj që kur ka ministri për Evropën e Gjermanisë këtu, pastaj McAllister që është kryetari i komisionit jashtë në Parlamentin Evropian, Gjermanë gjithashtu, që ka kërkuar që kjo gjë të vazhdojë, mos pengohet drejtësia, se me atë gjuhë flasin ata. Dhe ata konsiderojnë pengim kur ti merr një vendim që janë vështirëson punën e hetimit penal. Qëndrimi gjerman, qëndrimi i Këshillit të Evropës, në të nxehtë, se kjo është e reja. Delegacioni BE ka vend në reaguar këshillit. Po më ka folë sot, patjetër. Këshilli, jo. Komisioni Evropian. Komisioni, jo Këshilli. Komisioni Evropian, thash. Për në të nxehtë, brenda ditës, brenda orës, po thishë. Dhe më thënë, kaq të vëmendshëm, kaq atent kanë qenë, në pritje të këtij votimi, sa që bile paka shumë dhe e kanë ditur, se ata kanë njerëz të... Ishte publike, nuk është... E kanë ditur, pra nuk kuvonuan asë një orë për të shprehur, për të thënë Shqipërisë që ne nuk jemi dakord, kush di me lexu, pastaj nuk jemi dakord me këtë që ju keni bërë. Rama mori dhe me edukat, siç duhet në këtë nivel komunikimi, u shpjegoi atyre se nuk është ashtu, por është kështu. Problemi e di cili është. Këtu vendimin e marrin evropianët për ne, jo ne për Evropën. Këtu hymë apo s'hymë ne në Bashkimin Evropian, ti mund vesh objektiv në vitin 2027, 2028, 2030, ti mund shpallësh që busulla jo nuk ndryshon, vendimin të hysh apo nuk hysh,
Me ta marrin ata. E marrin ata mbi Por bazë kemi jo një të moment... retorikës. Okej, ne s'kemi të... Se zvendosim ne. Por ka një moment të cilën ne duhet të konsiderojmë. Ata mund të marrin me zorën në Bashkimin Evropian për çfarë po ndodh në botë, jo vetëm ne, po gjithë Ballkanin, ta marrin me zorë, ta futin aty, sepse rendi botror është bërë tjetër. Ka rënë rendi vjetër. Po, ja po themi. Është rendi i ri. Ky mund të ishte një Ky mund të ishte duket do ta marrin. Ky mund të ishte një peshqesh. Se imunitetin. Ky mund të ishte një peshqesh për ne. Do ishte e mirë që Shqipëria ta shërbej vet pranimin B, por do të hyjmë për arsye gjeopolitike është e njëjta gjë, rëndësit ka të shkëtë. Pra përfundimisht ju mendoni që mund të ndikoj precia një sekondë, mund të ndikoj kjo ngjarje negociatat me Bashkimin Evropian? Po, unë them kështu që një gjë duhet ta mendojnë mirë njerëzit që kanë marrë përsipër të bëjnë politikën në Shqipëri ose që udhëheqin politikën duke qenë shumicë. Evropa nuk prishet. Nuk prishet. Nuk prishet Evropa, thotë? Jo, se ka një është prishur pak Evropa. Ka një kështu, një shpresë të vogël. Ti mendojnë që duket mirë Evropa kështu? Nuk prishet. Nuk prishet. Nuk prishet, po them. Primo nuk bie Evropa se nuk është duk njëri Gjermaninë edhe Francën. Bashkimi Evropian nuk prishet, sepse prishja e Bashkimit Evropian mund të jepte një justifikim edhe për lëvizjet që po bëhen tani. Se ti mos e ke nuk prishet si prishet njeriu. Me ka 25 karrike. Jo si prishet njeriu. Po se prishet rregullohesh prap. Prishja es. Mund të shërbente si një justifikim, zotë Ylli, që ne mirë ishim, po u prish BE-ja dhe s'kemi që bëjmë. Mos mendoje kush se do prishet Bashkimi Evropian. Nuk vë prishet, thua, ja? Jo. Tani... është lajmi mirë. Ylli, një vështrim, po përpiqem të analizoj edhe atë sa do zoti Bushati me drejt skepticizmin ndaj SPAK-ut, që është e artikulon e pasherë. Po ajo çka unë e ka zbut SPAK. Isha në faldi, isha në gjykat dhe krimet e rënda, si avokat si punë, dhe ishtë bëshin protestat. Se duhet ta që... Po e kemi pyetje për protestën tani? Një sekund. Protestën thua ti... Një sekund. Bëshin 2 protesta. Bëshin banorët e Rjollit dhe to të Durrësit. Me shumë drejt, nuk ju detajeve kanë s'kanë drejt. 2 protesta qytetarësh që protestonin para SPAK-ut. I shikoja dhe shduan këta këtu të SPAK-u. Pse nuk protest SPAK-u? Pra, shkojnë të roja i fshatit, pse se kapa i dutin, kër e din kër është i duti. Shpun ka të protestot e SPAK-u. Po pse ku, SPAK-u duhet i ketë të mu, këtë loj vjedhjesh. Shiko, në Shqipëri, sepse kjo është balanca... Avokat, të loj vjedhjesh... Qështja shumë e thellë, me lejo vetëm një feli. Qështja shumë e thellë, unë e kam thënë edhe ertira publikisht. Mënyrës si kemë ndërtuar ne, SPAK-un, është në shkel parimi e kushtetues në ndërtimin shtetit demokratik. Pra ndaj ne dijmë në këtë handicap sot. Se SPAK-un nuk e kemi as për shtet ekzekutiv, as për shtet gjyqësor. E kemi sui generis, e kemi në mes. Tani, pse do të shpjegoj, do të ri me kohë të shpjegoj. Dhe SPAK-u, është merë, po të merësh, pa ti është merësh. Unë e kam thëmë, ko është super të merë, prandaj jemi këtune. Prandaj jemi këtune, është merë, gjithë reforma është merë. Pse? Sepse SPAK-u në mënyrë si ndërtuar, merë përsipër kosto politike. Pra ne sot, gjykojmë SPAK-un, ne nuk zgjedhim SPAK-un. Qytetarë shqiptar, politikisht nuk zgjedhin SPAK-un. Zgjedhin parlamentin dhe parlamentin zgjedh qeverinë. SPAK-u është funksion gjyqësor, sipas tani, prokuroria, gjykata është tjetër gjë. Pra, duke mos i dhënë, pra, me këto protagonizmin që ka SPAK-u, që unë shpesh e kritikoj protagonizmin publik që ka, merë përsipër kosto politike. Dhe e heq kosto politike e qeverisë. Dhe ne sot e quajmë normale që pushtetet në Shqipëri, ekzekutivi dhe parlamenti, të luftojnë me SPAK-un, pra kush SPAK-u lufton korrupsion në perceptim gjithmonë, dhe këto nuk e lejojnë. Po qeveria është përgjegjës për luftën e korrupsionit në Shqipëri. Zoti Bita. Është përgjegjës. Qeveria kur them të zgjedhurit e popullit. Të zgjedhurit e popullit. A janë përgjegjës? Pyetja është kjo. Do ta shohim, pra ne diskutojmë një handicap. Unë do ta bëjmë mirë pak figurative. Okej, avokat mos jemi okej, po është temë shumë e gjerë dhe hapur. Tani, mund do ta bëj pyetjen ty, unë jam i bindur për përgjigjen, po më tepër do ta hedh si ngacmim për ty që të hyjnë edhe kolegët. Ti di të përgjigjen ti. A ka maxoranca plan të vijojë me akte të tjera për se duket tani ju erdhi në derë keqja, për të vjen e keqja në derë, ja 1 minutë. Për kastrimin, po ja po dëgjoj pra pyetjen. Partnerët evropianë, jo vetëm. Po pra, për partnerët folë më bashkë me këte. Se ju duket i keni filluar tani kastrimin e mirë, dhe kastrimin nuk është gjithmonë e keqë.
kastrimi i Spakut. Kanë fillu kastrimin pak. Kastrimin e Spakut. Po kastrimi jo gjithmonë është i keq. Jo, po nuk e ka. Heq disa, Nuk është në heq disa drejta, nuk është në por kastrimi të shpëton për disa gjëra të tjera. Nuk është detyra e mazhorancës. Jo, po këta e ka ndërtuar tani. Nuk është detyra E kastrojnë. ka sistem. Tani këta e ndërtuan, 120 deputetë u mblodhen, dhe tani mund të fillojnë procesin e kastrimit. Mendoni që duhet një kastrim këtu ajo? Spaku, në gjykimin tim personal, është një pasuri kombëtare, është një domosdoshmëri e kohës dhe të ardhmes së Shqipërisë, sepse do të mundësoj jo vetëm këtë ndëshkimin, ndalimin e pandëshkueshmërisë. Se po thanë kështu këta të këputin. Lere ta përfundoj. Por do të mundësoj një shoqëri më të mirë për ne dhe për fëmijët tanë. Dhe reforma në drejtësi, jo vetëm që ka pasur lokomotiv Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, po dhe sot që flasim politikisht, mbështetjen kryesore e ka nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama, sepse jo më largë se në zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike kishte në platformën e vetë, ndryshimin, rëzimin e kësaj reforme në drejtësi. Në këtë pikë, unë të thash pak më parë që jam komod me reagimin e ambasadave. Pse? Sepse ambasadat ngritën një shqetësim të tyrin dhe ti. Këta i kanë marë, i bëjnë të gjitha gjërat si që duen, ore. Dhe ata të knaqen. Po argumentimin e dim brenda është përderisa ambasada suedeze ka reaguar dhe ajo. Po lërë për ta bëjmë një argumentim logjik? Bëjmë një argumentim pa, ta të gjëmë. Sepse shqetësimi i ambasadave është dhe imi dhe yni dhe është legjitim që reforma në drejtësi nuk duhet të ceket, duke i treguar Shqipërisë dhe mazhorancës që nëse ju do të vjoni me cënimin e reformës drejtësi, atëherë kjo është vija jone kuqe në raportet tona, por në ndërkaq, ajo pse unë jam komod është sepse nuk shoh, jo vetëm në deklarata, po as në prapasken, që të ketë çfarë do lloj vullneti, që të ketë ndërhyrje në reformën drejtësi. Pra, ambasada në rastin më të parë që pan mundësin teorike të një ndërhyrje, që nuk është në vetvete dhënia ose ja autorizimi që është një instrument kushtetues. Që ata e konsiderojnë se është, me këtë reagim në korë... Unë shoh shqetësim se sa... Po pra, shqetësim, nuk thonë ka ndodhë gjëma në Shqipëri. Unë shoh shqetësim se mos kjo parashikon ndërhyrjen e reformën drejtësi, se sa shoh reagim ndaj vetë ngjarjes. Dhe pse ta them këtë? Ja analizoj me tokë fjalësha konkretisht po desh. Ka shqetësim dhe shqetësim të ju mbrojtë të thot Ballukun, dhe kjo ne na krijon shqetësim. Le të vemi përmes argumenteve përmes pyetjeve. Pra, nëse do të kishte këto vendet Bashkimit Evropian diçka me Belinda Ballukun, kanë instrumente politike që të mund të reagonin, si shpallje non grata, vendosja në lista zezë e kështu me radhë. Pra, përjashtohet. Të vemi përmes të argumentum për ekskluzion. Pra, të vemi përmes përjashtimit. Jo, ka. Britania, për shembull, ka. Mja marrim në shembull, me qënë se ishte ndër vendet që reagoj. Pra, kjo hipotezë bie poshtë. Nëse do t'i ishte një vije kuqe që kjo ndikon automatikisht në negociata, ne jemi duke zhvilluar në këto çaste që po flasim negociatat. Pra, negociatat vijojnë, ne jemi duke miratuar ligjet dhe akorcuara me BE. Do të kishim atje një ndërprerje. Pra, argumenti 2 nuk qëndron. Rjedhimisht, leximi im është një shqetësim i Spakut se mos kjo ngjarje do të nënkuptonte një ndërhyrje të mazhorancës sistemit drejtësisë dhe barazimin e mazhorancës me opozitën kundër sistemit drejtësisë. Që këtu unë jam komod, sepse e di, jo vetëm nga deklaratat publike, po edhe nga lëvizje që unë shoh si deputet i mazhorancës, që nuk është e tillë. Që në rastin konkret ka një qëndrim që ju mund ta quani mbrojtje të një individi, për mua është parimor, dhe për mua personalisht sidomos është parimor, se kam ngritur dhe kur s'kam qenë në politikë, që përdore një instrument kushtetues i cili është prerogative kuvendit dhe si prerogative kuvendit është prerogativ politike, që nuk ndikon që me 3 jotë që do them tani, e hedh poshtë problematikën e ndërhyrjes. Mendimi sot, andalon hetimin? Jo. Andalon gjykimin? Jo. Andalon dënimin? Jo. Më keq. E çfarë bën avokat? Dëntimin e provave. Pa vërtet.
Kjo është gënjeshtër. Dëmtimi prova ajo, atë e ka negjur Po ta deklaroj këtu hapur. Unë po flas. Po ta deklaroj këtu hapur. Ditën e parë që spaku. Po, lere më këto tani. Ditën e parë që spaku. Po lere më këto tani se kjo është. O do ta lëvdojmë spakun, o do të themi lere spakun. Po kem biseda që bëjmë sot, po bëm kjo ndryshe është tërësisht kot. Jo. Nëse spaku. Që tani lëvdove spakun në shi. Po pra, patjetër. Sikurse them tek këtë problem që kemi problem mentalitetit të arrestove me burg dhe kam thënë gjithmonë. E lavdëroj. Po si thua lere spakun? Ja mos ta them. Se ta them. Spaku ka sjellur vetëm një provë, e cila provë ishte përpara marrjes së masës. Kush jeni ju që vlerësoni tyre? Kush është atribut gjyqësor? Është atribut gjyqësor ky. S'po vlerësoj. Po kjo është atribut gjyqësor. Jo, s'po vlerësoj. Jo, s'po vlerësoj, kjo është fakt. Atribut gjyqësor. Më fal, nuk është të thuash fakte, nuk është vlerësim. Jo, është atribut gjyqësor. Jam duke thënë një fakt. Jam duke thënë një fakt. Ka sjellë një fakt. Pra, edhe llafa që keni thënë kundër spakun dhe ne jemi pro spakun. Nuk arrita ta them. Nuk arrita ta them bushat. Gjykata pra spaku ka sjellë një provë të pretenduar, se nuk e di, gjykata vendos nëse është provë apo jo. Pra një provë të pretenduar që e marrë të mirë qënë, që ka pasur një bashkëbisedim e cila, po lere më ta them tani se nuk ka kuptim kjo gjë, lere ta them, e cila është quar në gjykat, të lutem besnik. Po ta them pra se çfarë po më kundërshton kurse dëgjon, të cilin provë të pretenduar e ka quar në gjykat, dhe përmes saj prove të pretenduar gjykata ka vendosur që ndaj zonjës Balluku do të ketë masën pezullim nga detyra dhe ndalimi i udhëtimit jashtë shtetit, sekuestrimi pasaportës. Në dijenin tim me të njëjtën provë, me të njëjtën provë. Po jo është para. Prandaj po them se është para, po është para pra. Dhe prandaj po them, me të njëjtën provë ti s'mund të vish me një masë më shumë, se kur them unë që unë jam kundër me arrestojmë burg, do ri të diskutoj gjën e gjykuar. Zorim të diskutojmë parimet bazike demokracisë dhe parimet bazike të drejtave njeriut. Që e gjykuar është nga Magna Carta. Nga 1054. Të lutem është nga 1054 nga Magna Carta. Dhe në 2026 nuk jam i gatshëm të diskutoj për debat politik gjën e gjykuar. Pra, spaku nuk mund të vi me të njëjtin provë dhe të ma thotë, sepse këtu vjen momenti që unë ke kam votë të marri shumë kohë se është minorant studio. Po jo gjithë kohën, ama. Do me thënë, shifet çfarë themun. Unë besoj, për shumë avokatit do të thoshte ore, kush je ti grupi parlamentari Partisë Socialiste e gjykon gjykata atë. Ai, pasi ju i jep një lejen, do shkoj gjykat, kështu që në qofse spaku ka bërë gabim, në i vënd ku ka shtet ligjore gjykon, po unë smere me këtë. Jo, vendosi, prit, parimore demokratike kjo mo, e vendos parlamenti. Një sekund. E thot kushtetuta që vendos parlamenti. Unë po them si ty. Spaku e ka bërë gabim. Se ju kështu thonit. Spaku është nëzetuar. Jo, është palë. E ka bërë gabim. Bëm punë e vetë. Spaku, me fjalët tuaja, Belinda Ballukut i ka bërë gjyq publik. Spaku, jo, ka hedhur, ka shpërndar këto që të bëhet gjyqi publik. Dhe prandaj Rama merret shumë me ato 16.000 faqe, ç'është kjo 16.000 faqe, se si që kjo është sensacionalizëm. Po, se si që kishe thënë Ulsiut një ish pedagogit ti, kur jep shumë faqe, do me thënë s'ke fakte dhe s'ke akuz. Të tharë, gabimi dytë i Spaku. Spaku është represiv si pas Ramës, 3. Spaku të paraburgos kot dhe pa gjyq. Atëhere, për të gjitha këto unë jap drejt, por po tham gjitha këto, nuk mund themi që jemi dhe në paqen e me Spakun. Në qofse është ky vizatimi juaj për Spakun, Spaku që nga institucion që duhen vë minat, se në qofse fut njerëz kot në burg, në qofse manipulon me provat, në qofse si në kohën e Enverit i bën njerëzve gjyq publik para gjyqit juridik, atëre ky nuk qën ka një institucion për cilin ju duhet ta vlerësoni. Dhe prandaj unë them, dhe këtu s'duhet tani të bëjmë rolin e naivit. Kjo duket qartë që ju keni një përplasje me Spaku. Po thamë s'kemi, pasaj hym debat absurd. Ece nga një premisë e gabuar. Cila është premisë e gabuar? Nuk kam dëgjuar deri më sot asnjëherë nga asnjë eksponent i Partisë Socialiste që të thotë për një vendim final të GJK-s që është saktë apo e gabuar.
që për mua dhe interpretimi i vendimit nuk do të thënë jetën publike lejohet dhe interpretimi i vendimit. Dhe nga politikanë. Po bim dakord, patjetër. Por nuk ka ndodhur nga eksponent Partisë Socialiste deri më sot pikërisht që t'japim këtë mbrojtjen fillestare e kësaj foshnjeje që po ndërtojmë, bashkarisht si shoqëri, që të mos dëmtohet nga retorika politike që të gjykoj dhe të thotë që vendimet janë gabuar e kështu me radhë. Kur të vi momenti, do të vi momenti i konsolidimit që politika do ta bëjë këtë dhe duhet ta bëjë. Kur të vi momenti i konsolidimit. Më shkruan se Premisa e gabuar, një problem më shkruan gjithmonë se miri thonë gjithë këto gjëra, po i shqetësuar shumë edhe Bodinaku më shkruan vazhdimisht. Po për Ilir Metën ku ishi ti kjo? po ta them pak më. Se ishi shqetësuar për këtë gjë. Më ylli të shqetësohet për gjërat e veta, unë shqetësem për parimet e mia. Ta them pak sepse Bushati ngriti diçka serioze dhe nuk besoj se ka vlerë. Po se s'do kemi shumë kohë. Pra, kjo është premisa e parë e gabuar. Premisa e dytë e gabuar është që është e vërtetë dhe ky shëndrimi imi është i kahershëm që masat e arrestit janë skandaloze, mo janë abuzim brutal me të drejtat e njeriut, historikisht në këtë vend, dhe nga SPAK-u ka vijuar. Është e vërtet dhe kjo gjëja që e dim, të paktën ne që jemi në jetën publike e dim si rrjedh informacioni që përfundon në media. Janë të vërteta këto. Por të krahasosh me pandëshkueshmërinë që kishte dje, me një sistem drejtësie e cila nuk ishte në lupën e shoqërisë, se SPAK-u është në lupën e shoqërisë dhe në këtë fazë foshnjore. Dhe me mos ndëshkimin, qoftë krimit organizuar, që ishte deri një farmase me prokurorin e krimeve të rënda, por është thelluar tani me SPAK. Mos ndëshkimi? Dhe sidomos me korupcionin që ishte zero, dhe korupcioni s'ka qenë kompetencë krimeve të rënda. Jo, jam prokuror i krimeve të rënda kam qenë. E para korupcioni s'ka qenë fare kompetencë jona, mos e përmend. Janë tjetra. Për lufta kundër krimit të organizuar. Jam kundër ose vendos ke full dhe ti njerëz në burg me arrogancën e pushtetit. Jo. Unë kam arrogancën e pushtetit drejtësisë. Jo. Sepse më interesojnë parimet e drejtave e njeriu më shumë se kjo. Je pjesa e asaj klike. Pra këto probleme. Ua, si të shkojnë? Po nuk shkojnë kur vlerëson. SPAK-u më ju në SPAK-u. Çfarë SPAK-u perëndi është? Po më dakord me Sa më institucion është i cili është në fazë foshnjore mbi gjitha. Në raportin që votuat sot. Votuat SPAK-u sot. Në raportin që votuat masa e sigurimit, ndalimi i arsimit është e mjaftueshme. Kush jeni ju që i thoni SPAK? Të bësh këto lloj kritikash. Është e mjaftueshme i thotë. Do them pak. Do thoni raport më tash. Do ta citoj raportin dhe faqin raportin. Edhe një pyetje të fundit kam unë, do mblidhemi përsëri. Do ta përfundoj një herë me Bushatin. Përfundojmë me Bushatin dhe do përfundojmë se një pyetje kam. Po. Pra, problemet të cilat kanë në këtë fazë konsolidimi SPAK-u nuk e bëjnë pak pasuri kombëtare, nuk e bëjmë pak për nevojë për mbështetje dhe për të rregulluar këto gjëra të cilat besoj i biem dakord se janë problematika. Pra ju doni të rregulluar që për plasë zero qytet në Belindës syve. Ju po ndihmoni që të vjen drejt. Patjetër më është roli i politikës mo. Ai është roli i politikës. Krimi organizuar zero në Shqipëri. Pjesa që tha zoti. Pjesa që tha zoti Mushi. Kush jemi ne që mund ta themi atë? Ne jemi ata që ka caktuar kushtetuta e këtij vendi që mund ta themi atë. Po ta them edhe një herë. O do jemi serioz në debatin publik dhe të themi që ta heqim atë nen nga kushtetuta, ose nëse, të lutem, flasim për autorizim, në shtetin ligjor, nuk është gjyqësore kjo, është politike. Dhe institucionet dhe profesionalisht. Po të them, nuk është gjyqësore, është politike. Vendimarrja e dhënies autorizimit nuk është gjyqësore, është politike. Po caktimi masës që do të marrë SPAK-u. Dhe o do të biem dakord që të ndryshojmë kustetutën, ose nëse s'biem dakord të ndryshojmë kushtetunë, është parim thelbësor demokratik kjo, që parlamenti vendos në mënyrë politike, sepse është shumë e rrezikshme e kundërta. Jo. Le propozo që ta ndryshojmë kushtetutën dhe t'ja lëmë gjykatës kushtetuese të vendosin nëse mund ta arrestojë apo jo. Edhe e gjykatës tonë kushtetuese shumë mirë këtë. Avokat, një pyetje të fundit kam unë me këto gjëra do merremi. Nëse prokurorët në Shqipëri kanë qenë që vendosin pyetje marrën në kartë. Objektiv çani Bushat. Gjykosisht do mbështetin gjithë deklaratat e ambasadave. Kjo po thuat janë vendosje pikpyetje marrë në kartë, janë e parimeve shekullore të drejtave. Edhe SPAK-u një minutë. Pra, avokat. Jo. Ti të mendosh. Parlamenti caktoi masën gjykatës, është e mjaftueshme kjo masë. Je antidemokratik, Je antidemokratik avokat. Do është mentalitet fashist.
ka thënë shtetin ligjor. Për mentalitet fashist, po them. Jo ti, jo. Vendimarrja e parlamentit është politik. Populizmi jo të fashist. Vendimarrja e parlamentit është politik. Shteti ligjor ka bazë, vendimarrja e parlamentit është politik. Është parim bazë, është parim i cili na vjen që nga parlamentet e para të këtij vendi, të botës, të rruzullit botror. Për mentalitet fashist, po them. Absolutisht që është kufizimi këndvështrimit se çfarë është vendimarrja e parlamentit është fashizëm. Kjo është fashizëm, po them. Që ti thuash parlamentit se si voton. Parlamenti o i jep instrumentin që rastin konkret ja ke dhënë për një arsye, ose ja jep. Në çastin që ja jep, vendimarrja e parlamentit është politike. Zoti Zoga ju kërkojnë mbështetjen këtu, sepse këto janë parimet themelore të demokracisë. Nuk janë parimet themelore të demokracisë. Ore dhe po të mos ju mbështetim ne, dhe po të mbështetim ju. Ju një lloj keni punën. Nuk vendos Magna Cartën në pikë pyetje, unë nuk vendos as komend evropian drejt edhe një, po se hedh poshtë dhe Magna Cartën, që është themelore. Vetëm preci dhe Bushati dhe mbyllim për një pyetje të fundit. Kam një pyetje të fundit, po deshe për ju dhe ti në një gjë për këte, po, unë mund mos kesh në. Bom dhe fjallë. Opozita bëri një protestë për këtë punë para parlamentit sot, zoti Preç. Ndërkohë që po vion me atë që e quan protesta kombëtare quhet. Bëri protestë kombëtare, bëri dhe atë brenda të gjitha, bëri dhe protestë kombëtare. Mendoj që edhe sot mund të rrëzojë Rama, të binte të birta opozita, dhe Rama. Që mendoni tani edhe një për këto protesta, ne kemi folur gjatë për këto protesta, po në një fjalë mund themi për shkak të protestës së Bushat, protestës që ndodhi, a ka ndonjë arritje dhe si kupton dhe një qëllimin e tyre, se sa vjen dhe nuk kuptojmë ore, sa vjen dhe problemit pa kuptueshëm në këtë, nuk kuptojmë gjë. Edhe nga bota me këto të Iranit nuk kuptojmë akoma ç'është lufta, se do hyjmë dhe te ajo pak më vonë, disa ngjarje nga vendi dhe Iranin, nuk po kuptojmë gjë fare pse bëhet kjo luftë. Por tani nuk kuptojmë dhe këtu opozita dhe një qëllimi e gjitha që Bushat kuptove djeti. Qëllimit zero. Në që kuptim qëllimit zero, sepse kush është dilema kryesore e vëndit? Dilema kryesore e vëndit është që kemi njeri që ka lëshuar banditët për të vjedhur dhe thot, unë ai dutemi nuk i dorëzoj. Opozita ka zero shanse t'i pengoj këta. Nuk i pengon do as drejtësia dhe ky prandaj unë vazhdoj të them nuk është një problem midis mazhorancës dhe opozitës, po është një problem midis Hajdutit dhe popullit vjedhur. Kur të nxehet populli që po e vjedhin, atëherë do kemi realitet të ri politik Shqipëri. Opozita nuk e transformon dot. Shumë shkurt pres sepse grupi tjetër po pret kanë dhe dy pjesë tjera. Kemi folë disa herë, këto janë protesta në rutinë, janë protesta në inerci në një perpetuum mobile që ka Partia Demokratike që të mlidhen herë pas here, janë mbledhje partijake, nuk ndjehet se ka një pjesëmarrje të madhe qytetare. Po ashtu e kanë menduar ata. Dhe ashtu do vazhdojnë thuaj, dhe ne do t'i shikojmë gjithmonë këto protesta. Për mua, ngjarja më e bukur sot, do ta them për mua, ngjarja më e bukur sot për raportin që kam unë me politikën, ka qenë raporti që lexoi Bylikbashi në emër të opozitës. Ajo ishte brenda. Shumë e mirë ishte. Nga pikpamja e opozitës dhe nga pikpamja e ligjit. Jo, po, njerëzit, shumica dërmuese njerëzve, mbasi votojnë, duan ta shohin betejën në parlament. Dhe opozita e bën diferencën me stilin. Të tjera thua ti... Ata mund vazhdojnë më herë pas herë. Është si një këngë se ti je nga jugu, Lumi që mori i vunonë, është folklorike. Pse s'mori dhe fshatin tonë, që mori vunon, i marrën dhe që i paronë, dhe pse s'mori dhe fshatin tonë. Kur pritet të mbaroj, thot pse s'mori dhe fshatin tonë. Duhet të opozita, në që se kishtë gjë, aty në miting, një gjë për të thënë, kishtë lidhje me ato akuzat që ka thënë opozita për gjatë gjithë këtyre muajve, sepse këtu ka një problem. Ka kakofoni për të vërtetën e akuzave, ndaj Belinda Ballukut, në publik, qindra apartamente, miliona këtu, opozitat është do tjetë e përgjegjshme, thot ka kaq, mundësisht i bjerë shenjës, as më të shtoj, as më të... Kur egzageron, do të ajo yllë e fundit që... Jo, po s'ke me pres. Egzagerimi. Se na morëm qaf. Egzagerimi dhe mohim dhe fshehja... Dhe kom vazhdon. Do të ylli, egzagerimi dhe fshehja janë skajet bashklidhura, thot Benedetto Croce.
Pra, kur ti egzageron shumë, edhe fshesh shumë. Thuaj mundësisht vërtetën. Mund thuaj të vërtetën, po këtu vetëm me vërtetën nuk ka lidhje preç tani, se ti po kërkon gjëra që po kërkon qiqra në ell. Nuk ka lidhje me të vërtetën tani gjë vendi ku jemi. Tani edhe vetë popullata... Ne s'du ta kërkojmë këtë thutë? Edhe vetë popullata preç sikur e ka pak qef të gënjehet. Kjo ishte të nderuar të shikues. Unë i falenderoj të ftuar. Mbyll e gabi. Ti do presësh pak poshtë, për do pish një kafe, do presësh aty, do vi dhe Aldo Bunqi, zoti Aldo Bunqi për pjesën e tretë, po të dytën unë do merrem me disa ngjarje të aktualitetit, do presë aty për, do vi Gjinishi dhe Aldo Bunqi, do flasim edhe për punët e luftës Iranit. Po me që ti e Afër Amerikës, do të pyetesh pak për punët e luftës. Puti edhe ti Iranit punë e madhe se po ja putë edhe ti. Nuk është se prishet puna. Publicitet fare shkurt dhe rikthemi. Futi edhe ti edhe...